Të dashur miq, unë sot të ftuar në studio kam kryetarin e Këshillit të Komunës së Çajirit, Muhamet Murtezin, me cilin do flasim për verën kulturore të Çajirit 2026. Përshëndetje dhe mirëseardhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Me aktivitete keni filluar, por që sot në studion e emisionit tonë Vikend do të flasim pak më në detaje për verën kulturore të Çajirit 2026, si e vlerëson interesimin e qytetarëve deri më tani. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë që të drejtohemi deri te shikuesit tuaj. Po jemi në verën kulturore të Çajirit, e cila ka nisur si vjet në mënyrën më të mirë të mundshme, konsiderojmë në ditën ndërkombëtare të fëmijëve. E kemi nisur me fëmijët. 3 ditët e para kanë qenë kushtuar atyre, ku kanë performuar në pika të ndryshme artistike fëmijët e shkollave fillore të komunës së Çajirit, dhe ishte një ngjarje vërtet interesante. Një ngjarje ku thjesht fëmijët u kënaqën me atë që realizuan dhe pan aty. Pastaj kemi vazhduar me panairin e librit, dhe gjithsesi pas panairit të librit do të ketë edhe aktivitete tjera për të cilat ndoshta mund të flasim gjatë emisionit, por ne e konsiderojmë për këtë një javë ditë sa po vazhdon të ndodh java kulturore, muaj vera kulturore e Çajirit, është një ngjarje e mirëpritur. Është një ngjarje që i ka munguar Çajirit dhe Shkupit në përgjithësi, dhe konsideroj që fundi do të jetë më i mirë se fillimi dhe vlerësimet më të mira do t'i japim në fund. Dhe ajo është më e mira. Mendon që qytetarët do t'i mirëpresin këto aktivitete, deri më tani jeni të kënaqur? Po, jemi të kënaqur, po them me aktivitetet e realizuara me fëmijët jemi shumë të kënaqur, sepse vërtet kemi pas një publik të mrekullueshëm aty të pranishëm, dhe mbi të gjitha publiku që përbonin fëmijët. Ndërsa panairi i librit gjithsesi po ashtu është i mirëpritur. Ne kemi sjell në sheshin Skënderbej rreth 55 botues. Numri më i madh i tyre, rreth 45 janë nga Shqipëria dhe Kosova. Kemi sjell shumë autor në promovime të ndryshme dhe në ngjarje që janë zhvilluar paralelisht me shitjen dhe blerjen e librit. Dhe vërtet edhe interesimi i qytetarëve dhe i vizitorëve ka qenë në nivel të kënaqshëm. Dhe kujtoj që e gjithë kjo tregon për etjen që ka megjithatë qytetari ynë për realizimin e ngjarjeve të tilla, sepse panairi i librit shqip i ka munguar. Gjatë kohë i ka munguar Shkupit. Cili është qëllimi kryesor i organizimit të kësaj ngjarje kulturore i cili zgjat tërë muajin e qershorit? Domethënë thjesht ne po mundohemi ta gjallërojmë çarshin e Shkupit, fillimisht dhe atë pjesën që ka të bëjë me sheshin Skënderbej. Kjo është e para sa i përket infrastrukturës, por mbi të gjitha qëllimi i është për ta gjallëruar qytetarin ton. Pra për ta thyer atë disi monotoninë ne që po e themi teknologjisë, e një rutine, një dinamike të çuditshme e cila po na shoqëron sot, dhe thjesht për ta fisnikëruar shpirtin e qytetarit me aktivitete kulturore. Dhe kujtoj që ky muaj do të arrijë këtë qëllim, vërtet. Ngjarje të tilla çfarë ne kemi planifikuar gjatë tërë këtij muaji, dhe jo vetëm, sepse ne tashmë edhe pse kishim në plan vera kulturore të zgjatë nga 1 deri në 30 qershor, kemi paralajmërime dhe kërkesa që të vazhdojë edhe në muajin korrik, domethënë me aktivitete të ndryshme, dhe vërtet pritjet janë, po them, shumë pozitive, dhe qëllimi ynë është pra për ta gjallëruar jetën tonë kulturore, artistike në Çajirin dhe në Shkupin tonë. Realisht po planifikohet diçka për të shtyer ky muaj edhe më tutje? Jo, si koncept ne kemi menduar nga dita e 1 qershorit deri me 30 qershor, kur do ta përmbyllim me një koncert pak më madhështor, sikur e kemi quajtur, dhe zyrtarisht aty do të përfundoj si muaj. Por edhe në muajin korrik, ta zëm, do të jetë një javë që do t'i kushtohet disa aktiviteteve kulturore, artistike, po ashtu si pjesë e veçantë, por ama që do ta nënkuptoj verën kulturore, megjithatë sepse gjithçka po realizohet brenda verës. Më trego se çfarë programesh dhe aktivitetesh do t'i presin qytetarët gjatë javëve në vijim? Domethënë pas përfundimit të panairit që do të ndodhë ditën e diel, aty do të ketë 2 ditë aktivitete sportive, të cilat do të mund të realizohen në terrenet të sheshit Skënderbej, domethënë po flasim për basketbol, volejbol në terren të vogël. Pastaj do të kemi koncerte muzikore, muzikë lehtë, do të kemi aty ansamble të vallëve, që tashmë ne kemi kogja shumë kemi në Shkupin tonë dhe në Maqedoninë e Veriut në përgjithësi, që do të performojnë aty ansamblet e vallëve. Do ta shtrojmë sofrën shkupiane në një ditë,
ku gjithashtu do të kemi pranit të një numrit të konsiderueshëm të artistë. Do të kish faqe teatrale po ashtu. Ngjarje që lidhen me, po them, me kulturën dhe në përgjithësi më shumë muzikë, teatr, valle e kështu me radhë. Që në kupton do të ketë shoqëri kulturore artistike të rinj në këtë manifestim, artist lokal? Po kryesisht, kryesisht janë artist lokal. Numri më i konsiderueshëm i tyre janë artist lokal, që janë artist nga Çajiri dhe Shkupi, sepse ne mund të krenohemi me artistët lokal që i kemi, dhe ata janë shumë. Dhe më e mira e kësaj që ne kur e kemi nisur si ide dhe kur filluam ta hedhim në letër dhe pastaj t'i bëjmë përgatitjet e para, ne kemi parë edhe entuziazmin në vullnetin e vet artistëve për të bërë pjesë e këtij aktiviteti dhe për ta ofruar ata kontributin e tyre në mënyrë vullnetare. Dhe kjo na gëzon pamas sepse vërtet edhe ata sikur e kanë parë që duhet të bëjmë diçka më shumë për Çajirin dhe për Shkupin. Përveç kulturës dhe artit, në program përfshin edhe aktivitete sportive. Çfarë mund të na veçoni më tepër nga kjo pjesë e programit? Mund thash aty do të realizohen gara sportive në mes të rinjve, që përfshin 2 sporte, sepse keni parasysh sheshi Skënderbej nuk lejon ta zëm lojra futbolli në terren të madh, po aty do të improvizohen terrene të vogla, ku do të realizohen gara të basketbollit dhe të volejbollit. Pra gjithçka që do të mund të realizohet brenda sheshit Skënderbej, dhe ne konsiderojmë po ashtu që edhe kjo do të jetë si një risi për rinin kryesisht, pasi sporti është më shumë diçka që ka të bëjë me rinin, pra konsiderojmë që këto ditë sa do të ketë aktivitete sportive aty të rinia të jetë më aktive, më e gjallë dhe më angazhuar. Ja, shumë mirë. Sa rëndësi ka për komunën e Çajirit organizimi i ngjarjeve të tilla dhe promovimi i kulturës dhe traditës? Sigurisht ka rëndësi shumë. Domethënë ne më duhet ta them tani që edhe që në periudhën e fushatës parazgjedhore kishim premtuar që gjatë mandatit do të kemi aktivitete të ndryshme dhe përveç atyre projekteve tashmë infrastrukturore dhe të ndërtimit të qerdheve dhe të shkollave, një kënd i veçantë për të kushtuar edhe jetës kulturore, dhe ky ka qenë një premtim yni për ta gjallëruar pra Qarshin në mandatin tonë, dhe kjo tashmë dhe ka filluar që në vitin e parë. Dhe vërtet ne konsiderojmë që kultura në Çajir përmes Qarshis fillimisht, po përmendi gjithmonë sepse Qarshi është një pasuri e madhe e Çajirit, ka se çfarë të jep komunës sonë, dhe më konsideroj që qytetarët e Çajirit meritojnë, po them që meritojnë një program pak më të mirë dhe më të pasur kulturor, dhe kjo i kontribon sigurisht edhe zhvillimit tonë. Përtej atij infrastrukturor për cilin po flasim, unë konsideroj që i kontribon edhe zhvillimit tonë kulturor, arsimor, të përgjithshëm dhe shoqëror. A pritet të ketë mysafir special apo ngjarje kulmore gjatë këtij muaji? Domethënë mund të thash, ajo që mendojmë se janë dy ngjarje kulmore, unë përmenda sofrën Shkupjani, që do të jetë një aktivitet pak më madhështor që do të bëhet në shesh aty, edhe koncertin përfundimtar, po i veçoj si 2 kështu pak më kulmore, sepse tani mund t'ju hyjmë në hak edhe shumë aktiviteteve tjera që do të realizohen gjatë këtyre ditëve, sepse do të ketë edhe festivalet ndryshme, Tazon Festivali Lyra, do të ketë i përmenda shfaqje teatrale të cilat megjithatë kanë efektin e vet, kanë rolin e vet, kanë funksionin e vet. Ansamblet e valleve të cilat ne i kemi në numër goxha të madh, do të kenë paraqitje të tyre dinjitoze, po ashtu besoj. Prandaj është edhe vështirë për t'i ndarë, por unë i përmenda 2 ngjarje që ndoshta për t'ju dhënë pak veçanti, për ndryshe i tërë muaji do të jetë i pasur me një program të tillë, dhe kur ta bëj këtë veçim të cilin e bëra, ndoshta mund të më hidhrohen pastaj artistë të tjerë se mos po janë shkalojmë, por konsideroj që vërtet kontributi i secilit prej tyre në secilën ditë që ata do të paraqiten është i madh, është i mirëseardhur për neve si komunë, dhe unë besoj që secili prej tyre do të lë gjurmë me paraqitjen e tyre gjatë këtij muaji në sheshin Skënderbej. Kryesisht, sepse pjesa më e madhe e programit do të bëhet aty te sheshi, por ne do të shohim edhe mundësi dhe hapësira nëse diçka mund të futet brenda Qarshis, por ama ideja e menduar është që gjithçka të ndodhë në shesh. Cili është mesazhi juaj për gjithë qytetarët e Shkupit dhe më gjerë që ende nuk e kanë vizituar
verën kulturore të Çajirit 2026? Unë i ftoj të bëhen pjesë e kësaj ngjarje, sepse vërtet konsideroj që është një ngjarje e mirë. Jo tash pse ne po e bëjmë dhe po realizojmë. Ne jemi realizuesit, por ama përfituesit kryesor këtu janë qytetarët tanë në fund të fundit, dhe kjo që po e bëjmë për ta. Asnjë aktor, artist aty nuk besoj që vije për ta ndoshta treguar veten, sepse kanë edhe forma tjera për të treguar se kush janë dhe si janë, kanë forma më të mira, por ama angazhimi i tyre, përpjekja e tyre, puna e tyre është më shumë për qytetarën. Dhe kjo që po bëjmë vërtet e ka këtë qëllim. Sigurisht thamë edhe në fillim që ta gjallërojmë Çajirin, ta gjallërojmë Qarshinë, sheshin Skënderbej aty. Dhe unë besoj që nëse e vlerësojmë në bazë të këtyre ditëve që kanë kaluar, vizitorë do të kemi shumë, sepse panajiri i mbledh dashamirët, lexuesit, njerëzit e librit, ngjarje tjera që janë sigurisht do t'i mbledhin të interesuarit më shumë për tazon, për muzikë, ndoshta për valle, për shfaqje teatrale e kështu me radhë. Dhe unë besoj që do të kemi shumë vizitorë aty. Edhe unë po besoj dhe po shpresoj, sepse me të vërtet kemi nevojë për diçka të tillë në Qarshinë tonë të bukur. A synoni që kjo ngjarje të bëhet një traditë e përveçme dhe të zgjerohet edhe më shumë në vitet të ardhshëm? Po, përfundimisht po. Domethënë ideja kur e kemi është nis me qëllimin për ta bërë tradicional. Jo vetëm si vjet dhe për ta ndërprerë, dhe kjo vlen edhe për panajirin e librit, duke jashtuar në këtë mënyrë konsiderojmë hartës gjithë shqiptare panajirit të Tiranës, të Prishtinës, të Ulqinit. Pra edhe vera kulturore, synimi ynë është që të bëhet tradicional. Madje ndoshta ky viti i parë gjithmonë është më sfidues në kuptimin e se si do ta bëjmë dhe çfarë të bëjmë, por përvoja që do të marrim nga ky vit sigurisht do të na ndihmojë që viteve të ardhshme ta bëjmë edhe më mirë, edhe më shumë, edhe më pasur, pse jo. Dhe konsideroj që viteve tjera do të jetë edhe më mirë. Pra ideja dhe synimi ynë është vërtet që të marrë një karakter tradicional. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë. Unë po ju uroj suksese dhe po shpresoj të gjithë ata cilët po na ndjekin në këto momente, shfrytëzojeni këtë muaj që të ndjekni kulturë, art, të relaksoheni, të argëtoheni në këto ditë të ngrohta, të keni mundësi se t'i kaloni ditët e juaja me më shumë energji pozitive dhe duke parë gjëra të bukura. Unë ju falenderoj edhe një herë që ndatë ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe juve, edhe për kohën që na mundsuat jemi para jush për të bërë edhe në njoftim me aktivitetin që po bëhet, për të bërë thirrje edhe një herë pra që qytetarët ta vizitojnë sheshin Skënderbej dhe të bëhen pjesë e verës kulturore, në mënyrë që të gjithë bashkë aty të festojmë këtë muaj të qershorit. Patjetër. Dashur miq, ne tani do të shkëputemi për disa minuta dhe do të rikthehemi sërish në studio.